ajo çfarë na raportuan fakt mjekët atëherë dhe për çfarë na njoftuan, duket se është bërë realitet tashmë bashkëtesa me COVID-19 me variante të ndryshme, kemi një rikthim të tij dhe sigurisht me një personazh që na paralajmëroi atëherë, foli shumë, qetësoi edhe publikun, tashmë drejton urgjencën kombëtare, por sigurisht nuk mundet do të shmangemi pa e bërë një bisedë të tillë edhe për sa i përket këtij zgjimit të COVID-19-s. Mirë se vjen doktor Knajsi Skënder Bradaj. Mirëmbrëma, faleminderit të ftesën. Çështje e rëndësishme për të diskutuar, shqetësuese duhet thënë kjo, apo jo doktor? Përse tani? Përse erdhi momenti për ta ngritur këtë alarm? Tani, që shikojmë në të gjitha studiot, shikojmë pak mjek që flasin se është bërë, flas për Covidin, duke sigurisht armiku njerëzve në këtë moment. Pse? Po, sepse gjithë secili mendon të vesh me atë ngjyrën e shet vaksinat, shet ilaçet, ka akuza ndaj mjekut. Sepse ke gjithollogët, në këtë moment njëra kanë marrë mjekët popullor në dorë. Nutricionist, mjek popullor që shpjegojnë të gjitha sëmundjet nga lindja deri në vdekje, ata i zgjidhin me ca ushqime. Unë kur të ftoj në emision, ti jo gjithmonë më vjen. Tani që të ftoj për Covidin, vjen dhe flet. Edhe pastaj akuzojnë dhe media pse... Jo, më bëri përshtypje, bëj një parantezë të thjeshtë sepse kam folur me shumë kolegë. Dhe me të drejtën, 1, 2, 3, pse unë çdo ditë do merrem me ofendime në rrjete, me fotografi, gjithandej, me shtrembrime. Po më vlla kam jetën time. Dhe kjo tërheqje po jeta juaj është edhe jeta jonë. Ka lënë një boshllëk nga ana e profesionistëve që kjo nuk ndryshon qëndrimin tim. Unë që kur kam marrë nga Italia, kam marrë me një ide, kam marrë me një projekt, me një objektiv që realizoj dhe kam bërë një betim që unë jam profesionist. Kush e kupton, e kupton. Kush nuk e kupton, le të marrë interpretimin e vet. Kjo nuk ka rëndësi. E rëndësishme është që ne të informojmë, se kjo është detyra jonë. Të informojmë, të kurojmë dhe të parandalojmë. Që kemi punuar sot edhe në program, dua që ta prezantoj për ju. Kemi marrë pak atmosferë nga vendet të ndryshme të Shqipërisë. Në Kukës, kemi shkuar në Gjirokastër, për të cilë dhe ata se çfarë mendojnë, se ne ndonjëherë ulemi vetëm në këtë ciklin tonë në Tiranë dhe harrojmë se çfarë ndodh nëpër Shqipëri. Leonida Koçiun e kam në lidhje nga Gjirokastra, Leonida mirë se vjen në bisedë, kam gjithashtu Shkurta Elezin në Kukës, mirë se vjen Shkurta gjithashtu në bisedë. Po e nis direkt me Kuksin dhe më pas do kaloj tek Gjirokastra. Veri, jug, ja ku jemi edhe bashkë për të përfshirë gjithë. Ne kemi, gjithë Shqipërinë këtu e kemi. Gjithë Shqipërinë këtu e kemi. Më thuaj pak Shkurte, si duket situata në Kukës? Ka atje ndonjë rast Covidi, ke patur mundësi që të flasësh në mos gaboj me mjekun e qendrës shëndetësore në Bicaj, apo jo? Po, patjetër, jo vetëm me mjekun e qendrës shëndetësore në Bicaj, por gjithashtu kemi marrë disa informacione edhe pranë njësisë vendore të kujdesit shëndetësor në Kukës, ku sipas të dhënave në javën e fundit vetëm 2 raste kanë rezultuar pozitiv me COVID-19. Sigurisht në 15 qendrat shëndetësore mjekët po bëjnë edhe testet e shpejta sa i përket personave, pacientëve të cilët kërkojnë ndihmë mjekësore dhe kanë shenja të gripit apo të Covidit. Gjithashtu edhe pranë urgjencës së Spitalit Rajonal të Kukësit nuk kanë munguar testet e shpejta, sa i përket informacioneve këto 2 raste janë identifikuar në urgjencën e Spitalit Rajonal të Kukësit, bëhet fjalë për këtë javë vetëm 2 raste, ndërkohë që pjesa tjetër rezultojnë që të jenë më së shumti të prekur nga gripi sezonal të cilët kërkojnë dhe marrin shërbim mjekësor qoftë në urgjencën e Spitalit Rajonal të Kukësit, por gjithashtu edhe tek mjekët e familjes pranë qendrave të familjes. Okej, Shkurte, do ndalesh pas fakte 2-3 detaje nëse kam patur ndonjë të afërm që ka ardhur nga jashtë apo jo, po ndërkohë do shkoj te Leonida. Leonida, çfarë raportohet nga mjekët në Gjirokastër? A ka raste atje, nga kanë ardhur këto raste? Kanë qenë turistë? Kanë qenë shqiptarë që kanë udhëtuar nga jashtë, apo kanë patur një familjar të tyre, apo thjesht banor Gjirokastrës?
Ju përshëndes Flori, përshëndetje edhe për profesor Brataj. Njëkohësisht, situata në Gjirokastër paraqitet mjaft e qetë, sipas informacioneve tona dhe sipas intervistës së marrë edhe nga mjek të urgjencës, situata paraqitet e qetë, janë rreth 15 raste në ditë me COVID-19, janë janë kryesisht grup moshat pediatrike dhe moshat e treta, të cilët kanë edhe sëmundje të tjera bashkëshoqëruese me diabetin, me sëmundjet kardiovaskulare dhe me sëmundje të tjera bashkëshoqëruese. E kuptoj. Doktor, Gjirokastra 15 raste në ditë, po Leonidas se do vi përsëri tek ty se do kem dhe sinkronin. Kuksi vetëm 2 raste. Pse Jugu? Le të specifikojmë një gjë. Që nuk është se iku dhe erdhi Covid-i. Covid-i gjithmonë ka qenë prezent, ka momente të aktivizimit të vetë dhe ato që nuk japin asnjë lloj efekti. Në këtë moment, në 33 vende të Europës, ishin gati 104.000 të infektuar që kishin përfunduar në spital. Pra, i bie rreth 1.000 për 300 për person, rreth diçka e tillë që kishin përfunduar në spital. Omikroni është varianti i fundit, që na kujtohet alfa, beta, gamma, delta, deri te omikroni. Me secili me 9 tipet e veta. Çdo 9 tip që shkakton dhe sëmundësi më të lartë, predominonte mbi të tjerët. Aq sa, duke e ditur natyrën e viruseve që kemi shpjeguar gjithmonë, dominon dikush, zhduk dikë tjetër. Nga 2020 nuk është shfaqur më për shembull influenca e tipit B Yamagata, që ka qenë, tipi B ka qenë Victoria dhe Yamagata, sepse e suprimoi Covid-i. Okej. Tani, qofse ne na kujtohet, thamë që vetë gripi, H1N1 që në 2018-2020, që për herë të parë bëri të njëjtën gjë që bëri Covid-i. E kuptoj. Pastaj, vit mbas viti, me në grupet e veta, nga një në njëshi, në H3, në dyshi, e kështu me në tipet e veta, kanë shkaktuar gjithmonë ato mutacionet gjenetike që janë natyre viruseve dhe janë bërë rutinë jona. Dhe omikroni, të paktën të zbuluara, dhe tani janë 3.300 ca nën tipe, nga të cilat ato shkaktuar sëmundshmëri. Dikush nga publiku do thotë, dakord, janë gjithë këto tipa, po mua nuk u presupozuar që duhet. Jo, ajo që ju thatë në fillim që omikroni, si viruset në përgjithësi, ne thamë që mund të bëhet sezonal, dhe u bë sezonal. Është kthyer, pra ne tani kemi dhe grip dhe Covid. Eksakt. Dhe biles këtë vit, mua më shqetëson më shumë gripi se sa Covidi. Pse? Sepse Covidi është nga format më të lehta. Deri në këtë moment, gjithë ato që fola, nuk kanë shkaktuar asnjë, si mund të thuash, komplikancë. Po sot në programin e mëngjesit, mjekja Najeda Çomo tha që problemi i Covidit është që shkakton pra lë pasoja në organizëm edhe nëse nuk ka simptoma të rënda. Tek ata të cilët kanë probleme bashkëshoqëruese. A e ka këtë efekt edhe gripi? Çdo virus e ka. Çdo virus. Lën pasoja. Pasoja nuk është se e lë virusi pasojën si virus. Atëherë, ne themi gjithmonë fashat në rrezik. Pse themi fashat në rrezik? Fëmia 0-4 vjeç ka lindur tani nuk e ka takuar akoma këtë lloj virusi. Dhe sigurisht që është hera e parë, siç ne ishim herën e parë në 2020 me virusin. Edhe nga 5 në 9 vjeç që bie imuniteti që kanë pas nga nëna, janë më të ekspozuar. Dhe grup moshat ose sëmundjet bashkëshortuese dhe moshat e treta që bie imuniteti, çdo sulm edhe një ushtar i dobët që kalon, po të preku do të biesh. Pasojat janë këto në kuptimin e sëmundshmërisë. Por jo Covidi, jo virus, edhe një adenovirus, edhe një rinovirus, edhe një respirator, po të shkaktoj ti e ke imunitetin e ulur, një RSV në këtë moment që ka fazën e vetë, sepse shqetësues është dhe fakti që në të njëjtën kohë janë disa viruse së bashku që kanë sezonin, të shkakton një pulmoni, sigurisht mund të pasë qetë një person me bronkopneumoni, me insuficiencë respiratore, me insuficiencë kardiake, pak duhet të prish atë ekuilibrin që e mban jetë. Kështu që pasojat janë këto. Se është shqetësuese atëherë? Covid, nëse ju thoni që më shqetësues ndjej gripin se sa Covidin. Po, ne kemi thënë dhe në fillim që ose kujtohet që sa më shpejt përhapet virusi, aq më pak pasoja shkakton. Pra, virulenca e tij është më e ulët. Kështu që nuk është shqetëson fakti, ajo kalon me simptoma të lehta. Nuk është se nuk të shkakton asnjë gjë. Sigurisht një bllokim hundësh, një dhimbje fyti, koll, pak temperaturë, këto janë të gjitha viruseve në përgjithësi.
Pastaj ku ato përqendrohen, o te hunda i quajmë rinovirus, o adenovirus te gjëndrat e hipofaringut, o do shkojnë enteroviruset në zor, o do shkojnë në mushkëri. Aty ku vjen japin efektin, ne ju vëm emrin atyre dhe pasojë i shkaktojnë. Po, më kritikove pak tek pjesa e mjekësisë popullore po alternative, po tani si vlojant që je, do më thuash më vonë, dua që ta kesh pak parasysh, çfarë mund të bëjnë qytetarët shqiptarë që ta parandalojnë. Pra, edhe nëse i zë, të kenë një efekt sa më të zbutur, si të gripit, po edhe të Covidit. Megjithatë, do shkoj pak në materialin që na ka sjellë shkurtër, një bisedë me qendrën shëndetësore në Bicaj, çfarë po ndodh atje. Shohim pak. Për të javë dhe me datën e sotshme kemi aplikuar 272 vaksina për mbrojtje ndaj gripit në kategoritë të smurë kronik, në pensionistat, në personin e gjithë personin shëndetësor. Përgjithsisht ne mendojmë që ka shkuar shumë mirë me përjashtim të stafeve akademike që janë nëpër shkolla, arsimtarët të cilët kanë një tendencë për të mos bërë vaksinën. Kategoritë e tjera janë shumë rregull. Për moshën deri në 18 vjeç nuk e aplikojmë vaksinën e gripit në përshtim të rasteve ku është kërkuar nga mjekët specialist, pediatër, IQSOT-s apo dhe i Spitalit të Kukësit për të smurët azmatik. Janë disa fëmijë azmatik ose epilepsi, ose raste kur ka bëjmë me smundje imunosupresive që përdorin, por këto janë vetëm me rekomandim. Në Kukës të cilat kanë ndodhur, ka probleme me vaksinimet në Shqipëri? Ka njerëz të cilët nuk qasen ndaj vaksinimit? Po sigurisht që nuk qasen se me gjithë të publicitet kundër vaksinës, njerëzit sa u zë vaksinën në gojë duket sikur po i vret. Unë ajo që ju them të gjithë, se edhe kur shkruajnë komente negative, i përgjigjem vrasës kriminel, i vët vaksinën njerëzve, i them ore, në 2020, në 2020 të gjithë kërkonin ta blinin vaksinën, se sa të mundeshin, edhe 500 euro e kam blerë me sa rezulton. Vaksinën, Vaksinën, që ta bënin të parët atëhere. Edhe ju them, në moment doli vaksina, ne nuk na humbi jetën më asnjë personel mjekësor. Thamë që do zhdukeshin 5 miliard njerëz me çip. Nuk u zhdukën. Thanë që nuk do lindin më fëmijë. Nuk ndryshoi lindshmëria. Thanë që do kishte pasoja afatgjata. Si çdo vaksinë edhe ajo pati pasojat e veta afatshkurtra, sepse për sa themi që bëj vit për vit sepse i mbaron efekti, nuk mund të jenë më afatgjata se ato. Ato vaksina që patën pasoja, siç ishte AstraZeneca që pati disa tromboza, nuk i mohoi kush. E qartë. Por të bësh imunizimin e popullsisë botës 8 miliard dhe të vdesin vetëm 7 milion njerëz, kur në 1918 bota ishte 2 miliard e vdiqen 70 dhe 100 milion njerëz nga gripi për herë të parë, kjo është në dritën e diellit. Dhe vaksinat janë, si mund thuash, një armë, një ushtri që ti e merr dhe e ke rezervë. Pra, je i pambrojtur fare apo ke një ushtri dhe flë pak i qetë? Ata të cilët thonë që i është shfaqur një problem shëndetësor është që i është përkeqësuar jo pas vaksinës, pas Covidit. Po tani, kur del politikani, doli Trumpi dhe tha që paracetamoli ka sill autizmin te graçtatzana. Dhe ti po flet për 140 milion lindje në vit, në botë, në 22.000 të cilat janë në Shqipëri, flet një politikan për një studim të vetëm që kishte lidhje, nuk kishte studim për atë. Pra, këto gra që patën temperaturë përdorin paracetamolin, por kishin inflamacion, kishin infekcion, kishin temperaturë, kishin pasojat të tjera, pse si është shkaktuar këto sëmundje, këtë autizëm për shkaktuar paracetamoli? Pra, lidhja me, dhe sigurisht që nuk besojnë mua, në kuptimin nuk ka pesh fjala ime sa ka presidenti i Shtetit Bashkuar. Jo, shumë mirë, ne unë prandaj të kemi këtu. Do kem dhe një material tjetër. Po gjithashtu, Leonida ka patur mundësi që ta sjell Arben Minon, mjek infeksionist në Gjirokastër. Çfarë ndodh konkretisht në Gjirokastër? Shkojmë pak. Pavarësisht disa raportimeve për shfaqjen e Covidit, si në Gjirokastër ashtu dhe në shkallë kombëtare, situata paraqitet mjaft e mirë me raste sporadike Covidi, të cilat nuk janë forme rënd, forme lehtë. Besoj që mund të ketë edhe më shumë raste, po njerëzit preferojnë të trajtohen në kushte ambulatore, në shtëpi. Mund të kapi këdo. Varet nga gjendja fiziologjike e personit në momentin e caktuar, nga
kushtet, temperatura, këto gjëra. Fëmijët e kalojnë më shumë si një viroz me këto, me dvjella, me diare, edhe nga që ka dhe viruset e tjera që qarkullojnë tani për momentin, është vështirë ta dallosh nëse është Covid apo ndonjë gjë tjetër. Patjetër, që kur ka filluar kopshtet janë shtuar dhe këto rastet e virozave. Dikush që është smur duhet lajmëroj patjetër personat e afërt, familjes, të shkollës, në mënyrë që të vetë izolohet, të mos kthehet në një vatër infeksioni dhe për personat e tjerë. Ka një refuzim që të shkohet pranë një profesionisti, po qëndrojnë në shtëpi. Është rezultat i keqformimit ose fatkeqësisht ka një informacion të tepërt nga të gjitha anët. Dhe predominon, si mund të është, negativi. Pra, jo ilaçe, jo vaksina, jo mjek. Po kush ti tash kur prish makinën nuk vinte mjeku, shkon te mekaniku. Maska mbahet kur dikush është infektuar? Nuk ndryshojnë rregullat. Jo të rregullat. Si e ndjen në mendësi flas në komunitet. Rregullat e transmetimit të sëmundjes janë të njëjta për çdo lloj virusi. Kesh një simptoma. Mbaj maskë. Ti e shef shumë mirë për shembull në shtëpi, po të smur fëmia, apo gruaja, apo burri, do ta marrë dhe tjetri. Kam dhe 10. Po sigurisht që do ta marrë sepse nuk mbrohen. Dhe e njëjta gjë ndodh në shkollë. Po e solli njëri, gjithë klasa do të smuret mbas ditësh me radhë. Është mungesë kulture thua që sigurisht që është mungesë kulture. Të mbash maskën në orë të mësimit, çfarë të keq që ka? Ai që zbulohet që është i smur sigurisht do ikin në shtëpi të izolohet. E qartë. Pra, sepse ka ato 24 orë, 48-72 orë që të rrish shfaqjet. E di se sa kam unë këtu nga stafi që në thonë, Flori, do vi edhe pse jam smur, s'do ta lë punën, s'do marr apo. Po, hajde, po vi maskë. Hajde me maskë, të falenderoj shumë. Shkurte, po, kishe një koment në lidhje me moshën, me turistët, me ata të cilët kanë dalë pozitiv me Covid, edhe çfarë thonë Kukës në përgjithësi për vaksinën? Si që përmenda janë vetëm 2 raste që janë identifikuar nga Covid-19, pa tjetër që pas marrjes së shërbimit në urgjencën e spitalit Rinald të Kukësit, më pas janë ndjekur edhe nga mjekët e familjes, është pa tjetër zbatuar gjithë protokolli, nuk është dhënë informacioni se ku mund të kenë marrë këtë Covid-19, por që gjithsesi mund të themi që pas identifikimit të këtyre 2 rasteve, pa tjetër që në kontakt me Buzat e Bardha kanë marrë të gjithë informacionet e nevojshme, pa tjetër edhe mjekimin që u është dashur. Faleminderit Shkurtes, faleminderit shumë edhe Leonidës për informacionin. Si është situata e urgjencës në këto momente, se duhet të pyes pak edhe për... Situata e urgjencës është normale. Në këtë periudhë nuk është identifikuar akoma grip në Shqipëri, nga ajo që rezulton nga ISHP-ja. Sepse çdo infekcion ose temperaturë që shkon në spital, sigurisht që bëhet tamponi për Covidin dhe gripin. Ky është testi që bëhet tani. Dhe sigurisht që predominon Covidi. Baza është mjeku i familjes. Kjo është një sëmundje e familjes, e mjeku të familjes, nuk është sëmundje spitalore. Vaksinat e gripit, nëse mbi vendosen me atë të Covidit, ka ndonjë problem? Nuk ka asnjë problem. Nuk ka asnjë problem. Sigurisht që kalon me shenjat e simptomat e para në banesë, nuk e pse shkon asgjë kundi, sepse çfarëdologje të bësh mjekim simptomatik do marrësh. Qofse ke temperaturë do marrësh një antipiretik, një antiinflamator, lëngje, po ne kemi harruar një gjë, ajo që u thatë më parë, do vinë punë. Ore, pushim, gjithë organizmi jon është sulmuar nga një ushtri me miliona viruse dhe sulmon çdo ind tonin. Kështu që ti pse stërmundon organizmin? Por rimo 2 ditë pushim. Mos i merr ato 2 ditë pushim kur të shërbejnë për të vajtë me pushime. Meri kur je i smur, sepse dhe rekuperohesh më shpejt. E kuptoj. Dhe nuk shkakton pasojë, se problemi janë pasojat pasaj, se indet tona, veç virusit, qofse ti merr të ftohtin tani që fillon stina e ftohtë, dhe i ftohti është një agent, një sulmues tjetër i indeve tona, dhe sigurisht i dobëson akoma më shumë, ke një luftë të 2 fisht. Përsa i përket vaksinave, është e këshillueshme për fashat që thamë. Pra, në radhë parë njerë unë si personel, si profesionist, unë them që të parë duhet ta marrin mjekët dhe infermierët. Sepse ata do shërbejnë dhe do infektojnë me pa tjetër se aty do vinë njerëz sëmurë. Kur thua e ke meraku që nuk e bëjnë? Po se bëjnë, sigurisht që nuk e bëjnë. Se bëjnë as mjekët dhe po edukatorët duhet ta bëjnë. Kush janë shërbimet publike?
në mas duhet ta bëjnë, sepse është e sigurt që do të smuren. Doktor, kam dhe një moment tjetër të rëndësishëm, në krye të urgjencës kombëtare, je gjatë gjithë kohës tek çdo rast i cili telefonon për ndihmë, apo jo? Është e vështirë, nuk është e lehtë. Bashkë folëm edhe për shqetësimet dhe sigurisht edhe komentet që kanë njerëzit, po unë dua të ndalem pak të sqarojmë publikun dhe për ato shqetësime që janë transmetuar në media dhe kam shumë të nevojshme që të më japësh një qetësim. Ka patur ngjarje për cilat urgjenca është komentuar dhe dua që të ndalemi pak bashkë. Do më japi pak lajmet regjia për t'i folur edhe për t'i ndarë edhe me doktorin edhe për t'i sqaruar ato. Më ndihmon regjia me lajmet të cilat janë shpërndarë në media apo dhe që qytetarë ndoshta kanë raportuar për një mungesë, për një vonesë. Ky ka qenë një rast i cili tashmë është bërë një vit, detajet e trishta nga ndarja nga jeta e Gerd Bogdanit. Një nga akuzat, nëse ma jepni pak lajmin e parë, të lutem, ambulanca vonoi. Miqt shembën derën e tualetit. Ka qenë një rast për cilët ka qenë një rast i vështirë edhe për ju për të folur, apo jo? Jo, ky është dhënë një përgjigje nga Qendra Kombëtare e Regjistrimit Mjekësor, se unë përgjigjet gjithmonë jam kur vetë verifikoj regjistrimin, që është një gjë pa modifikueshme, njerëzit duhet të kenë qartë që ajo që kemi ne ka dhe një backup diku tjetër, dhe ti nuk e ndryshon dot. Kështu që shohim kohën e të gjitha me radhë. Dera, me sa di, se sigurisht unë interesohem edhe si ka qenë zanafillat e Curia e një rasti. Dera e ngjarjes kanë shkuar ta kërkojnë mbas 10 minuta që nuk po kthehej. Që 10 minuta që ishte në arrest në... Ndërsa ambulanca nuk më kujtohet saktë tani se 9 minuta apo 11 minuta sa ka qenë nga koha e alarmit. Pra nuk ka qenë një vonesë ambulanca. Jo, nuk ka qenë vonesë për të identifikuar çfarë kishte ndodhur. E kuptoj. Sepse zoti Bogdani u ngrit sepse nuk po ndjej mirë dhe shkoi në banjo. E kuptoj. Dhe kush ishte në tavolinë me të tani, siç kushdo shkon në banjo, nuk është se të shkon ndërmend, por kur njëri është keq, thotë nuk ndjehem mirë, sigurisht që duhet të shqetësohesh pak më parë. Ke marrë informacione se çfarë do të mund ta kishte shpëtuar? Çdo arrest kardiak që ndodh për çfarë do lloj arsye, ndihma e parë janë dy duar. Njerëzit këtë gjë duhet të dinë. Ndihma e parë është vetëm kush ndodhet pranë personit. E kuptoj. Sepse mban ato parametra që nuk i bën më organizmi me dy duar. Dhe kur vjen mjekësia, jo vetëm që i mban, por në qoftë se sëmundja, se varet nga sëmundja, që i ka shkaktuar arrestin, qoftë se sëmundja dhe mjekësia i bën atë që duhet, qoftë do kthehet në jetë, do të zgjuhet. E kuptoj. Kështu që ambulanca ju thoni ka shkuar për 9 deri në 11 minuta dhe ka qenë aty prezent. Një lajm tjetër për ta diskutuar me doktorin. Një moshuar i aksidentuar me motor është lënë për më shumë se 20 minuta në rrugë në pritje nga ambulanca. Mos mi kaloni kaq shpejt lajmet, regjia, ju lutem. Turisti italian dërgjet në breg i vdekur, ambulanca vonon mbi 45 minuta për ngjarje në plazhin e Zvërnecit. Ka qenë një lajm që ke patur do të mundësi të marrësh informacione konkretisht? Kjo 45 minuta dikush nga një drejtor lajmesh më tha, e di çana ke bërë që tha na ka heq të 45 minutashin tha. Sepse kishim stam, tha, merr e çoj edhe as 35, as 40, as 50, 45. Kështu që nuk e di nga i kanë gjetur se nuk prandaj dhe unë doja ta bëja si bisedë me ju për ta sqaruar. Ka një gjë që duhet të mësojnë qytetarët, që shërbimi 127-ës i urgjencës i përgjigjet çdo qytetari, por nuk mund të plotësojë çdo shërbim. Pra ne nuk jemi asistencë. Ju se ke temperaturë, merr qytetari, hajde se po disha mjekun e dia vet. Tash kur ka temperaturë, kur ke për të bërë një transport se është i paralizuar, nuk është detyrë e urgjencës se do bësh një skaner, se do bësh një transport, se i heq mundësinë dikujt që rrezikon në këtë moment. 9 ambulanca, 11 ka Tirana, 1 milion e ca banor. Pra, nuk i plotëson dot. Ato kërkojnë në shërbime të tjera, se të gjithë më thonë, po ti aty, jo, unë jam për urgjencën. Unë nuk përgjigjem për shërbime të tjera. Herë mbas here, çka kemi mundësi, ju vim njerëzve në ndim, siç e bëmë në Covid, që çdo shtrim, çdo dalje nga spitali, çdo transferim për në aeroport, çdo transferim nga aeroporti për në banesë, u vum në dispozicion, pavarësisht se shkonin privatisht apo në mënyrë publike. Por nuk mund të përballohet vetëm me një shërbim, një gamë tërë shërbimesh, ku duhet çdo shërbim të bëjë pjesën e vet. Të mirëpres përsëri. Falenderoj për sqarimin, se është shumë e rëndësishme që të kemi sqarimin edhe ne sqarimin publik. Isha me doktor Skënder Brataj, shefin e urgjencës kombëtare, diskutuam Covidin, por jo vetëm edhe urgjencat dhe ato lajme të cilat janë transmetuar për të sqaruar për publikun.